robi me marrë ushqimin halal, me fitu pasunin halal. Çdo njeri I cili nuk merr përgjigje për lutjet që I bën, le ta shikoj pasurinë. Le ta shikoj se nga po e merr pasurinë dhe ku po e shpenzon. Është shumë rëndësishme kjo çështje. Argument për këtë është hadithi e pejgamberit sasum që tregon se një njeri në shkretin ecte dhe ishte udhëtar I pluhrosur, shumë nevojtar, e luste me emrin Allahun me emrin Rabb. Pastaj Allah thotë wa mat'amuhu haram, ushqimi I tij është haram, wa malbasuhu haram, rrobat e tij janë haram, wa mashrabuhu haram, pija e tij është haram, wa ghudhiya bil haram, dhe gjithçka që ai ka marrë, ka posedu, e ka ndërtuar në haram. Fa kayfa yustajabu li dhalik, si t'ju përgjigjna këtij? Edhe pse thirrë me emrin Rabb, edhe pse doja udhëtarit ka mundësi me u pranu më shumë se sa doat e tjerëve. Edhe pse ishte nevojë të madhe, nevojë urgjente për përgjigje. Edhe pse ishte I plohnosur, edhe gjitha këto shkaqe në aspektin e jashtëm që ndikojnë për pranimin e lutjes, nëse nuk e ka ushqimin halal, pasunin nga emër dhe ku e posëdon halal, I tillë nuk ka përgjigje për lutjen që e bën dhe nuk I ngritën. Kjo është pengesë për pranimin e duas. Pengesë shumë e madhe për pranimin e lutjes është pasunia. Andaj e ftoj veten dhe gjithë ata që na dëgjojnë që për shumë lutje që kena bë, mund më kon problemet mos marrjen e përgjigjes tek pasunia se nga kemi marrë dhe ku e kemi shfrytzu. Vëllau bujar nuk e ngrit Allah asnjë adhurim nëse njeri e ka pasunin haram. Nuk ka përgjigje të lutjes, nuk ka pranim të vepra, dhe është një lloj e lodhje për së kote, pasi që nëse barku mbushet me haram, me zjarë xhehenemit, nuk I bën dobi kur gjatina. Ajo është ka marrë, Allah na ruajt, dënim ka vendos në trupin e vet. Është shumë rrezik I madh që njëre veçanërisht prind që nuk kujdesen nga marrën pasuninë bën shkaktar të futin në trupat e fëmijëve të tyre zjarr. Ndaj gratë sahabe kur I dinin dhe I përcëllnin burrat e vet për në punë, thashin pranojna me vdek plejuris, pranojna me ndi dhimbje, me nejtë uritne, por së pranojna me na fund zjarr në barqet tona. Dhe këto janë nanat ideale, nanat besimtare, të cilat e kishin dert ahiretin. Dhe kështu do të jenë edhe gratë e nanat tona, e vajzat tona. Dhe të mos jenë prej atyre që nuk ju intereson se kafi të në burë, më rëndësi është mos I mungoj asgjë, sepse është rrezik se barqet tona mbushen me zjarr, Allah na ruaj.